Çaj devotshmëri që prodhohet prej agjërimit, do të më shoqëru pastaj njeriu gjatë gjithë jetës. Edhe do të me reflektu për ditës të Bajramit, e deri në natën e Ramazanit të ardhshëm, kush ka ymër, ai do të me reflektu edhe do të njerëzit që e shohin, e njohin, kanë punë me te, flasin me te, ata do të me ditë që e paska agjeru Ramazanin. Pse? Për arsye se qenë ka njeri i devotshëm. E çka ka lidhje që është i devotshëm? Po njeri i devotshëm nuk rran, nuk mashtron, nuk ofendon, nuk shpif, nuk bart fjalë, nuk intrigon, nuk bën gibet, nuk plotësene që na jemi dëshmitar që të njerëzit sot fatkeqësisht shumë janë prezente këto vese të këqija, po e që është hala ma përkeqardhja është se të një pjesë e muslimanëve gjithashtu janë shumë prezente. Të njerëz që shkojnë në xhami, të njerëz që falin 5 vakt namaz, të njerëz që mes 2 namazeve, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mes namazeve shlyhen gjunahet, ose ka thonë nëse ndonjëri prej jush e ka një lumë që i kalon kadera edhe lahet në te 5 herë në ditë, a ka më mbet ndonjë papastërti në trupin atij njeriu, kanë thonë jo, kështu është namazi, ndërsa na e shohim të kundërtën fatkeqësisht. Mes 2 namazeve, mes daljes prej xhamisë dhe ardhjes tjetër në xhami, e sheh muslimanin të bësh shumë gjëra të liga. E sheh, s'është patjetër ti më e pa, po e sheh Zotin. Edhe e dim se këto gjëra po ndodhen. S'jam tu gjyku, as jam tu paragjyku. Jam thjesht të thonë ajo që fatkeqësisht është realitet. Edhe çuditemi kur na thonë qysh bre ti sapo dole prej xhamisë edhe po bën kështu. Do thonë njerëzit hiç pa e lexuar libra, edhe pa e një kërkon, e din se ai i cili u ka në xhami edhe sapo ka dalë prej xhamia, ai nuk bën me bo punë të liga. Si e 5 herë në ditë u taku me Allahun fuqi plot. Qysh i del në vaktin tjetër Allah të madhruar përpara. E ç'kjo është efekti i devotshmërisë së arritur. Njeriu i devotshëm nuk bëhet me laçe. Njeriu i devotshëm, edhe ai që ka agjeru, edhe ai që i fal 5 kohë namazit, ai nuk bëhet me laçe, nuk bëhet i pagabushëm. As sahabët s'kanë qenë të pagabushëm, as kur në histori muslimanë s'kanë qenë të pagabushëm. Mirë po ata muslimanët e veçantë edhe të devotshëm, ata e kanë veç një specifike, kanë veç një karakteristik edhe në raport me gabimin. Nuk akomodohen nga gabim. Nuk njihen komod me punë të këqija, me fjalë të këqija, me mendime të këqija, me sjellje të këqija, me kështu me radhë. Veç njihet komod. Realisht, ç'kjo është esenca. Esenca është që walladhina idha fa'alu fahishatan, përshkrimi matutje në surën Ale Imran i të devotshmive, për cilët është përgatitur xheneti. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ata cilët bëjnë ndonjë punë, Allah thot fahishe, punë e ndyt. Jo gabim do si do. Punë e ndyt. Ose i bëjnë ndonjë vepër me cilën i bëjnë shumë zullum vetes tyne. Do thonë po flet Allah për gabime të rana, edhe po i qunë që ata njerëz devotshëm, dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Në moment ju kujtohet Allahu, edhe e mendojnë kthimin. Ju kujtohet Allahu, gabova, ku për mu çka bona. Allahu nuk e dhan këtë vepër, tash mendojnë çysh me u kthy. Ka deviju pak për rrugës, çysh me u kthy në rrugë, fastaghfiru li dhunubihim. Menherë kërkojnë Allahut falje për ato gjunahe dhe ato gabime që i kanë bërë. Pra, i devotshmi nuk është i pagabushëm, po i devotshmi është i kthyshëm. I devotshmi e lyp rrugën e kthimit, edhe pikërisht që kjo është sfida për secilin besimtar.